Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Malishevë të Kosovës, ku një 25 vjeçare e cila ishte në javën e 34 të shtatzanisë ka humbur jetën pasi dyshohet se u çellua me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së dielës në fshatin Karvasari, sipas informacioneve paraprake. Viktima është identifikuar si Jetlira Foniqi, ndërsa për ngjarjen dyshohet bashkëshorti i saj, një 26 vjeçar, i cili është gjetur i plagosur në dhomën e gjumit. Njësitë policore kanë mbërritur menjëherë në vend ngjarje, ku kanë gjetur 2 persona të plagosur, burrin dhe bashkëshortin. Se policisë së Kosovës për rajonin e Gjakovës bëri të ditur se 2 personat janë gjetur në një dhomë të banesës, ndërsa rrethanat e ngjarjes po hetohen nga autoritetet. Sipas konfliktit të qendrës klinike universitare të Kosovës, rreth orës 00:15 të datës 24 gusht në qendrën emergjente janë pranuar 2 persona nga rajoni i Malishevës. 25 vjeçaria ka mbërritur pa shenja jete me plagë të shkaktuara nga arma e zjarrit, ndërkohë 26 vjeçari është dërguar për trajtim mjekësor me plagë të armës së zjarrit. Sipas mjekëve, gjendja e tij shëndetësore është shumë e rëndë. Autoritetet vijojnë hetimet për të zbardhur dinamikën e plotë të ngjarjes, por dhe për të përcaktuar rrethanat dhe motivin e saj. Policia po punon për dokumentimin e plotë të rastit dhe përcaktimit të përgjegjësive.